3 herë rasht nuk është se e ka bërë dikush në Kosovë, e keni bërë ju për herë të parë, po nikosisht e keni dominuar edhe kupën, edhe aty jeni 3 herë rasht kampion të Kosovës. Çka e bën Prishtinën Zeranin këtë drejtim atë veçantë? Edhe herën e kaluam në misionin e ju kom thonë që Prishtina 0-1 i ka post njëjtit lojtar që 3 vjet e fundit, 4 në fakt. Kate Bia, asnjë prurje e re, asnjë nuk është ndryshime heq, çata që janë kon, çata janë met, grupi, familja, ushtrimet, disiplina, edhe puna e madhe ka pru dhe ekipin sot ku është. Jo rastisht jena prap në Champions League, main round. Main round do të thonë jemi në rrethin kryesor. Na kena kalu dhe main round. Nuk ka para kualifikime, nuk ka kur gjë, shkoni direkt. Tash jena direkt main round, po do të më këshyr vazhdet që janë se ndryshojnë. Po. Herën e kaluam prej 4-ve, janë shku 3 kurse kësaj here pi 4-ve shkon veç në elite round. Okej, elite round është rrethi i fundit ai kryesor. Ja 16, po. Domethënë është çajo ku na jena kont 17 më të mirë në botë në futsal. Prap vazhdojna me kon njëjtë. Kena garu me ekipe si Kajrati, Benfica, Braga, Doboveci, top ekipe edhe jena kon që aty. Doboveci është e 6-ta, na kena lujt me ta kena barazu, do më thonë, na kena rrit edhe nivelin, Prishtina 0-1 është tjetër nivel. Jo pse jena na pjesë, po... Po, absolutisht, po tregon edhe rezultatit tek e fundit. Bajram, kjo qëndrimi me një ekip, mos ndrimi i madh i futbollistëve, a ka bot vetëm, a ka familiarizu? Po, është e vërtet sepse jena që një kohë gjatë që lujna së bashku, edhe do më thonë i na mbledh ojka e futsallit vendor, edhe do më thonë nëse ke ndeshje vazhdimisht me bashkëlojtar, do më thonë vetëm shkon duke u ngritur, sepse e njeh cilësinë e bashkëlojtarëve dhe nuk besoj që shkon diçka keq. Edhe kur dojnë me lujt me ta, e din se cilin cillën pozit lunë dhe aftësitë e se cilit. Po, e dim zakonisht edhe çka mendon ai. Dhe është normal që është më e lehtë për neve. Ai kontakt kanë ta, nuk ka nevojë me fol, veç me këshire din ku do të më konë çka më bën. Jashtëzakonisht. Po ndalim pak te kjo seria e ndeshjeve finale dhe doli tjetë dramatike. Në realitet të parë fitun Drenica në ndeshjen që ju ishit përcaktuar si vendas. Do të m'jau tregu këtë pjesë se na jena kont port, do më thoni kena 40 loj pa asnjë humbje. 40 loj pa asnjë humbje. 44, so pi bien. Asnjë humbje, 4 barazime, 40 fitore. Do më thon është s'kam çka me komentu te kjo pjesë, po tash kur jena të port, kena lujt me Vjosën për shembull kup. E kalum, e morëm kupën e Kosovës. Në ligë, finalën e patëm me Drenicën, po e patëm një fatkeqësi, thonë, sepse Pallati i Rinisë dhe Sportin Prishtinë nuk oni ngarkum me ping-pong. Edhe na u dasht me gjetë një sallë tjetër. Dhe fatkeqësisht u dasht me shku larg, na shku në Ravec. S'keni gjetë opcion më të afërt kampionat? Se edhe solla nitatori ka qenë zën, do shkolla tjera këto që janë nuk përmbushin standardet dhe u dosh me shku në Ravec. Me njerë i bjen që dhe na kon musafir aty. Edhe pse ajo ka qenë neutral më shkurt. Ka neutral, po kur na shku përjetuam një humbje që se kena prit me thon drejtën. Në lojën e dytë kur shkum Drenic, prapë ishëm 4-1 të hub, që më duhet me përmend. E këthym rezultatin, apet dëllën për para ata, bum bam që është të shkoj dhe në fund, 6-7 si përfundim, e kalum edhe që atë pjesë për me i pru Drenicasit në kryeqytet, edhe me lojën e tretë, ku ke dramatike, edhe në fol krejt lejtorve, po e fundit është jo që është Bajrami me mu, po 3 pritje, 2 pritje dhe një jashtë që edhe pritje quhet, edhe ajo. Po se po varë për pozicionimit partijë. Bajrami dhe gollat e shënum, na stëllesën me titull kampion. A munemi me thonë Bajram që Prishtinës i ka dhënë jashtëzakonisht vetbesim që kjo ndeshja në Skënderaj që ke jashtëzakonisht dramatike 6-7 në fund përfundoi. Prej 6-4. Po. Ai dha më shumë motiv Prishtinës 0-1 në ndeshjen e fundit. Pikërisht që ndeshja ka qenë kthimi për neve sepse edhe motivi ishte pak i ulët, shkaku i ndeshjes parë. Që ardhëm një humbje disi e papritur se nuk e kena besu që mund me hup ashtu. Po, ndeshja dytë ka qenë, do më thonë, rikthimi i Benshëm i Joni, sepse u rikthy edhe vetbesimit e ekipi jonë dhe
për ndeshjen e tretë na kon super më të motivuar dhe më të përgatitur se në 2 ndeshjet e para. Edhe kjo e treta dorën zamër për ata që përcjellin futbollin, për ata që janë tifozë, kjo për infrak, domethënë. Edhe ka pas shumë ka pas shikues. Falenderu krejt njerëz që janë konë. Jashtëzakonshme ke. U konë jashtëzakonshme, u konë një spektakël. Ndoshta 3 vitet e fundit finalja më e zjarrtë dhe më e bukur ka qenë kjo stop rezultati ka qenë lëvizje. Njëra në përsi barazim, tjetra në përsi barazim. Në fund penalti. Çdo minutë ka pas aksione, kontraksione, u kon adrenalina non-stop në qiell. Gola ka u kon niveli nalt. Atë ka pas lojtar për shembull të Venezuelës, lojtar të jashtit. Por na me bio si zakonisht dihet që në fund vina me këtë prezencën çto. Po. Sa është e vështirë futsal me prit penaltit? A është më lehtë se futbollin e madh apo më vështirë? Jo, normal nuk e di ndjenjën ndjenjën për futboll më sportës, po tash aty janë teknika. Po shkoki i mallësisë është, ama është më larg futboll të madh. Këtu te na është golli më i vogël, po e ki më afër. Amo normal që është ndoshta më lehtë sepse hapësira është më e ngushtë për me zonë gondi. Se veç me gjek s'ka mbrojt. Se di e ke po unë Jo penalti s'kom rrimi pasën po në emision. Se me gjek si mbron. Zakonisht penaltit i kam shumë e kam ceka dhe më herët i kam shumë për çefi. Ndoshta non-stop edhe e kam analizuar normal se kur të bësh punë me një kundërshtar ti dosh me ditë me kënë ki të bëj. Kush ka me të shutu? Do më thonë unë, nështë ata nuk e mendojnë, po unë qatë punë e kam profesion, e këshyri edhe vitin e kaluar, ku ka lujt, çfarë penaltia ka shutu, çfarë, edhe do më thonë 90% më konë shumë i bindur që s'pako 2 penaltia i pres. Në fund 0-3 asnjë penalti e realizuar me Drenicës. Tash planet mbesin Evropa, besoj. Po. A mendon që keni ekip për Evropa Ram? Besoj që po qeshëm për main round. Po folim me këtë roster që është tash. Po, na ashtu kështu që 3 vitet fundit me këtë ekipina e kena pas veç një përforcim me Los Kelmendin, që do më thonë për mendimin tonë e kena kompletu ekipin bazë dhe jena të gatshëm çdo ekipit me ju ballafaqu. Pa problem. A mendon që ka nevojë ose Prishtina Zërani për ndonjë përforcim? Nuk besoj që ka asnjë nevojë për me bëu përforcime. Qëta lojtarë që janë lojtarë të kombëtarës të Kosovës, të Shqipënisë, lojtarë më të mirë që është edhe Bajrami, Ojka e futsallit. Këta e kanë përjetu emocionin me në round, por neve nuk është diçka e re, por na do të normal mu pregadit se tereni kallëzën ndryshe. Besoj që kena me kalu rundin. Do të me këshyrë njerë kush bjen me kundërshtarë. Kur merr vesh Shorti? Shorti Alon nuk më marrë vesh, po rrisia është që prap kena apliku për main round me organizu në Prishtinë, nëse na dhojnë të drejtën. Se na e kena bo dhe ma herët. Po e dim, kujtohet. Edhe tash të këshyrëm apo bëhet ajo. A bën më atlet kjo pak për neve? Se në 18 e kena pos gjithë për organizim. Më atlet e bën se jena vend, është qyteti njerëz tonë, shoqënia, familjar tonë. Edhe këta e njojnë sollën më mirë. Perfekta. I shkon diçka perfekte. A dihet sa zgjasin deri kur kthehet përgjigja për main round? Alo nuk I kena informatat për shumë shpejt. Korrekt është në fund korrigje. Do të thotë duhet më organizuar më shumë se fillon. Korrekt në tetor luhet me 28 nëse s'gaboj deri me 3, kështu diçka. Me 28 tetor nis faza e main round. Që fillon main round. Okej. Ndeshjet edhe aty si në futboll janë vajtardhja, po. A caktohet një vend? Tash ndrru sistemi se u kon vesh një vend ku u luj. Kurse tash herën tjetër është vojtja ardhje. Nëse nuk jem gabim se Alon nuk e kom këshyrë, po disa informata që I kom marrë, duke që është vojtja ardhje. Tash më intereson më nisan në futboll që ka qenë përpara goli avantazhit si mysafir. Çish është rregulluar në futsal? Jo, tash. Ngara ndërkombëtare? Futsal, ngara ndërkombëtare, po ngara ndërkombëtare është edhe me golla. Po. Po, por nëse është je me pikë baraz, hyn aty goll averagji, ndeshje direkte, kartona. Në ndeshje direkte kur vjen puna me eliminim, a vlen goli mysafir, a veç rezultati? Shkon vazhdime. Goldallimi. Veç goldallimi, kurse tjetër. Si vitin e kaluar edhe në main round edhe në elite round e kena pas njëjtin rast. Preliminari edhe në main round. Domethënë e kena pas pikë barabarta me Nikoqirin, po kena kaluar në tutje si veni parë sepse e kena pas goll averagji më të mirë. A keni arrit me kriju njerëz që vinë me përcjell ekipin e Prishtina 0-1, sidomos po flasim kur lun si vendas në shtëpi? Do të me cek që të pjesë që
dallimi i Prishtinës 0-1 me ekipe tjera është që te na nuk ka veç njerëz të Prishtinës. Ka lojtor, Bajrami është pi Gilanit, ka lojtor që vjen pi Pejës. Po. Lojtor pi qyteteve tjera. Apo kupton? Këtë që kjo, tash këtë ta kanë njerëz vetë nëpër qytetet veta dhe vinë. Po Prishtina 0-1 u bën një farë simbole, një farë ikone qytetit që kur të folet për futsal dihet kush është. Vetëm pa modesti po folje se e vërteta është. Janë të orë me këshyr, është të rrit niveli, sot rritet niveli edhe njerëz kanë marrë më shumë. Domethënë futsalli veç ja ka nisë mu bën një për sporti që janë të e pëlqy njerëz më shumë se futbollin e madh. Është e vërtetë se e ka që atraktivitetin, është fusha më e vogël, më shumë dinamik, pasime më shumë, kombinime më shumë, edhe jo gjithmonë e ki golin e garantuar. Edhe ka shumë raste, është më shumë skillsa, është lojë më e bukur, është futbolli zotnive, është mshël, s'kis të bën as bura as shiu, futboll të madh lagën e fusha e madhe. Ja këto pak me humor, po është më i vështirë futbolli se futbolli më. Cili është niveli i Superligës për të dy pyetja? Që pe marrë fjollën në dhe Bajrami, si vjetë niveli u konë top. Domethënë 6 ekipet, se tash është ndrru për para u konë me 4 play-offit, tash u konë me 6. 6 ekipet play-offit u konë fantastike, cilët edhe i falenderoj për studios t'juj, edhe për pritjen, edhe për organizimin, edhe për nivelin e lojtarëve edhe gjithçka. Domethënë niveli veç po shkon të rrit shumë a shumë që vitin tjetër gjithkush mundet me konë pretendent për titull, nuk është veç Prishtina 0-1. Na e kena mentalitetin që fitus, po që kjo është kur të rritet niveli masane edhe ty të shten me punu ma shumë, edhe mu bë një fargore ma e nëzet, qysh edhe po të pronë. Bajram? Për mendimin tem për Ballkan nuk diskutohet e që nivelin Kosovë është lartë ma i mirë, ndoshta në dallim me Kroacin. Për tjerat është si nata me ditë. Këtu nivelin Kosovë është tepër. Edhe në Evropë më thonë që ndoshta në top 5 ligat më të mira në Evropë është. Po, sepse u ngrit shumë se morin transfere pi Kolombisë, pi Brazilit, pi Venezuelës. Domethënë vinë lojtarë super lojtarë klasë që vinë Kosovë, kanë eksperiencë të mirë edhe ata me nxispresin me morë ftesë për ndonjë ekipin në Kosovë, sepse e din çfarë niveli është liga. Se di nivelin këtu e kam poshtë. Po edhe i pasha në listë aty te Drenica pat Venezuelnia nëse zgaboj ke. Për ka shpenzimet, nëse krahasohet me futbollin, a dallojnë shumë pagat me futsallit? Normalisht, futbolli i madh është tjetër nivel. Kanë paga stratosferike për shembull. Kurse në futsal, edhe në futsal nuk është keq. U rrit pak, domethënë. Prej asaj ku ka nisë. Njëri sot që lum futsal, është lojtar i mirë, ai mundet me jetu pi futsallit. Po foli pi çka nis pi nivelit Prishtina 0-1. Se nëse një ekip vazhdon e rrit një lojtar tu i dhon porë më shumë, tjetra ekip nuk mundet më me thirr me më pak, do të me e ke ngritë, vjen tjetri, prap niveli rritet. Domethënë pagat nuk janë të këqija, po mujnë mu bo edhe ma mirë. Nëse vazhdo mu rrit nivelin, me një sen nuk jem dakord, pse lojtarët e jashtit kur të vinë, po paguhen më shumë se vendorët. Nuk më nështi me që vendorët, që Bajrami, që shumë ta fiton titullin, ta fiton titullin. Nuk të vetë ai Venezuelës, ai Kolombisë, ai Brazilit, po vesh të mund edhe ta jep dorën edhe të çante shtëpia. Edhe tash që i njëjti paguhet më pak se ai që u ordh si star pi jashtit me pritje, me pagesa, më të mëdha, 2 fesha, 3 fesha se lojtarët vendor. Me këto spajtona kur qysh. Dohet për krejt ekipet, e kisha dhon kështu si këshill, mi rrit pagat, mi u dhon se edhe lojtarit i kur te simulon me pore, ai ka me lujt edhe më mirë, ka me kon më i mirë, ka me punu më shumë, ka me shku në fitness, ka me hongër më mirë, ka me ushqy më keq çdo sene. A mundet me funksionu vetëm me futsal, Bajram? A ka nevojë me punu edhe diçka tjetër? Po, zakonisht çto 4 vitet e fundit pagat, po flas për lojtarët që janë sidomos lojtarët e kombëtarës kanë pagat e mira. Nuk është si vitet kalume, vitet më hershme që para 7-8 vjet e kena pas rrogat nën mesatare, kena pas u kanë ndesh patjetër me punu edhe diçka për me mbjetu, sepse këtë na familjarin, 90% na familjar. Edhe u kanë ndesh diçka me punu, problem të shpenzimet, orën zamër se në sot vitet janë përgatitjet. Tani do të përkushtem të shembull ta ditën ke punu punë fizike,
kur ka puna, paraqitën dhe më thonë nuk mund me pas njëjtë si stash që kam unë, se 3 vitet e fundit që amullë mund e mirë vetëm me futsal, se jam i knaqës me rrogën tem, edhe i përkushtona vetëm futsalit, edhe patjetër që du të me pasë në sukses shumë a shumë se vite më ardhët. Absolutisht. 5.000 e kopës më Alla Ila dit, për shembull për një sezon me kompletu, sa mundën me shku në futsal parafërsisht? Për mi 100.000 euro, lirisht. Do është ma shumë. Klubi jonë është... Klubi pa diskutim që klubi mas shumë të shpenzime që ka. Po ka mujore që pagu mas shumë të në Kosovë është Prishtina Zërënja. Po, unë e këtu me emna s'pi për mene se di që nuk lejohet, po do të mi falenderu sponsorët, se pa ta... Ko, absolutisht. Absolutisht nuk është me funksionë. Që të do është ta me dalën, a keni problemin e sponsorëve, qësh po ja delni? E kena shumë mirë, dhe më thonë, i kemë sponsorat klubi që i ka, ku zemi përmena po jo se nuk e dim do këtë s'lejohet. Jo se besej. Oke, nuk pi përmena. Po nej, se ata e din për kom ata e din që do të më i falenderoj krej se pa ta shëmujt as na me funksionu. Do me thonë do të me falenderu edhe Federatën e Futbollit Kosovës, do të me falenderu komunën e Prishtinës për në mbështetje, do të me falenderu sponsorët edhe krejt rrethin njerëz që na kanë ndihmu për sot ku jena qëtë. Komuna me çka ndihmon? Komuna ndihmon me mjete. Okej. Normal. Okej. Që janë nevojshme për funksionim. Edhe me gjithçka, do të me falenderu edhe pallatin e rinis dhe sporteve që gjithmonë nuk konë për neve, përveç finalës që dështoj se kishim pos ping-pong. Edhe u bëna nervoz se kur shkuam ping-pong posh pak njerëz. Vetë se dia kanë unë desha që na ndodh neve. Ja u dash me shkura vetë tani ç'ashtu. Po. E keq që këtë infrastruktura që se kena dedikume. I mshël ç'ka kupa ç'të. Po, absolutisht. Tash na vjen vesh me Edhe e kuptojmë na që për shembull të përfshim qoftë gazetar, qoftë sportist, e dim që kur gjë nuk vjen lehtë. Domethënë ka me dal ty një sfidë që duhesh me të kalu për me arritë suksesi. Kësaj here u kon vështirë për neve, po fal Zotit edhe e kalu. Kujt ja keni dediku kupën? Unë personalisht kupën ja dedikoj këtë qytetarëve të Prishtinës, se është i vetmi klub në Kosovë, Prishtina Zërënjë, që është të quajtur kupa në komunë. Nuk e nëse të kujtohet na një thuma, po nuk e di që të më kujtohet se ski. Ekipore ski, kështu që Prishtina Zërënjë ka quajtur kupën e Kosovës, e çoi titullin. Normalisht secili lojtar ja dedikon familjes, fëmijëve, dhe unë ja dedikoj çikës tem, Osianës që e përshëndeti shumë, shpo këshyri si në kamerë. Edhe ç'kjo është? Perfekt. Bajram? Pa të shemë edhe unë familje se pas suksesi gjithmonë është familja mbrapa. Dhe më thonë, na mjafton vetëm familjarë të kemë ofër edhe të jenë të gëzushëm na që më konë të pathëshëm gjithmonë. Tash isha ndalë pak, pas jemi edhe ka fundi, isha ndalë pak edhe te kombëtarja Kosovës. Ka jemi me nivelin e kombëtarës Kosovës? Te kjo pjesa, le të fol më shumë Bajrami, është pjesë e kombëtarës, unë nuk jam në futsal. Jo, kështu mendimi Po, e dhoni mendim mas Bajramit. Te kombëtarja Kosovës përgjithësi prapse ndoshta më i thonë 90% na lojtarët e Prishtinës Zërënjë. Kena pas paraqitje shumë të mira, po jo suksesin e ekipit. Domethënë se tash hyn do sane tjera, do obligime, do kushte që ndoshta për neve alo nuk i kanë në rend ndoshta federata, po besoj që në të ardhmen do të ndrejshin edhe do të jemi më të motivuar për me shku me kombëtarë me kalu. Po që janë përgatitjet jashtë, ndeshjet miqësore. Gjithçka hyn aty përgatitjet, faza sa ditë ki grumbëllem, këto hyn. Ma shpesh më pos mu taku lojtarët, domethënë kombëtarja mi pos mbledhjet, me shku me pos miqësore. Organizimi do të më ka ma i mirëfillt me pos me na dhonë vëmendje dhe me na se meritojmë, besoj që e meritojmë edhe futsal. Me pos vëmendje pak ma shumë ka futsalli, jo vetëm ka futbolli madh, sepse edhe na kena pas suksese shumë ma shumë se shumë kombëtarët Kosovës shembull. Përveç Majlindat Kelmendi, që do më thonë duhet me livrit kur bëhet fjalë për ta, pi sportet tjera në kombëtare na futsalli ka pas shumë sukses. Po, do më thonë, alo nuk kena sport profesional, fatkeqësisht, edhe nuk kena pas shumë përkraje të madhe për federatës ose për një kuna tjetër. Po, besoj që ndërkohë, kanë me na dhonë vëmendje pak ma shumë, kanë më kushtu ka kombëtarja futsalli pak ma shumë edhe suksesës besoj që do të mungojnë se ka lojtar të jashtëzakonshëm.
Herën e fundit që keshën e ke ndeshja me Francën, nëse nuk gaboj. Me Francën. Po. Pat kogja shikus. Po, familjarët shikus të dashamirë të futsallit non-stop na përkojnë. Nuk ka lidhja është se te kombëtarja është ke tjetër nivel. Na i na shoshni gjithmonë, vinë tifos të Drenicës, vinë tifos të Vjosës, vinë gjithë tifos na përkrojnë, sepse secili qytet e ka një lojtar aty në kombëtare. Domethënë aty jena tepër të kënaqur se na mbështesin jashtëzakonisht shumë. Franca u do kundërshtari fort. Franca është vend i tretë në botë. Vitin e fundit domethënë është vend i tretë që ka zënë vendin e tretë në botë. Domethënë ai na ballafaqu me ta, po me forcat tona me asë i na mënu maksimum edhe besoj që kena dal kundra far kualiteti edhe far organizimi ka Franca, kena dal shumë faqe bardhë. Oso, qysh është kombëtarën e Kosovës? Unë kombëtarën e Kosovës është pak më ndryshe se Bajrami. E di që kam probleme, po edhe unë me nisem pajtona me Bajramin që do të më shumë i dhonë vëmendje futsallit. Do me thonë, tu janë njëspi kryetarit federatës edhe komplet stafit ti do të më dhonë vëmendje edhe futsallit, jo veç futbollit ma. Sepse pi futsallit, nëse te e përkra edhe e mbështet edhe i rrim për mas, që shi rrim futbollit ma, pse me mungu suksesi. Qëtat njëjtit për lujnë në litë round, qëtat njëjtit në shku në 16 ma të mirë në burë. Kur po besën që mënët me ekip me shkua, me kombëtarës mënët me shkua, do me thonë janë disa detaje që mujnë mu përmirësu shumë let, nuk ka diçka që po tash spidina dhe punë të mrena qësh janë, po kombëtarja është fantastike, edhe në të ardhmen shumë të shpejt, në të ardhmen e afërt, ose qësh me thonë, këta shumë shpejt kanë me kallëzu rezultate dhe kanë mu kualifikue, kanë me kalu në mojet më të nolta se është nivelit të rritë dhe kombëtarja Kosovës është e jashtëzakonshme. Edhe për fund, më që më bajtë edhe ju e ma gjatë, pasi është e knatësi që ishim bashkë gjatë soj periude, ku jemi me generatat e reja? Ka interesim generatat e reja për futsal? Valla është pak një problem. Ose edhe nëse dikush është prej këtyne që të na ndëgju tash, cilat janë këshillat për më u kyç në futsal? Unë mendoj që do të mi pru edhe fëmijët në futsal me këshirë se është sport i mirë, është sport atraktiv. Është që ata lojtarët, unë vetë kom lujt në rrugë. Futbolli rrugës të bën ty edhe me lujt në futsal. Ke lujt rrugë, park, shkolla, abden turnire, hapësirat ngushta, si në Brazil, në favela e kështu, që ta të njëjtit pse mos mi pru fëmijët, është sport i mirë, knoshën edhe për momentin ka pak, se nuk ka shumë njerëz që binë fëmijët në futsal, po do të mi gjetë pak pi futbollit madh, pak së ne gjejmë veten është tam futboll të madh, më në të morë më bëj star në futsal. Në thonë s'bën me upat motivin që s'po mënët me mri futbolin e madh. Hajde provoj futsalin. Nëse ti ki haber për top edhe ke lujt, hajde provoj se futsalli është sporti më i mirë që jo pse kam lu vetën e po kush e kupton e den që edhe këta të futbollit madh, Neymari e keq këta e adhurojnë futsalin. Edhe i kanë organizimet e veta të futsallit. Ronaldinho ka lujt futboll të madh, më shumë ka pas çe me lujt futsal të jetën se me lujt futboll të madh. Po fatin e ka pas me lujt futboll të madh edhe ç'është. Edhe opcion Bajram edhe kjo, nëse nuk funksionon futbolli i madh, pse mos me provu në vogël? Po, ç'tash është mundësia e mirë sepse federata ka punuar në këtë drejtim edhe është mundësia që mund me lujt edhe futsal, mund me lujt edhe në futboll të madh. Apo, Domethënë tani aty është shef vetëm, nëse po edhe kanë bë federata një ligë të shkollave nëse s'gaboj. Po. Që po ju bjen me lujt shkolla me shkolla në futboll të vogël. Edhe çata të njëjtit, kjo është perfekt për onës të federatës. Domethënë çata të njëjtit mund morën edhe në futsal. Nëse jo në Prishtinën 0-1, ka Drenicën, Vjosën. E rëndësishme më marrë në futsal tjetër, ka ekipe tjera sot që mund morën edhe me lujt. Zhvillohen edhe tritë edhe ju e në qef se futsalli është shumë i paparashikueshëm, nëse lidhesh me ta është problem mund shkap. Bajrami e përmeni Bledion Brymën presidentin, se s'ka pas shore se ka morë rrugën, unë e përmeni, e përshëndet Bledion Brymën, edhe uri me president dhe njerë. S'kem gjallë pa ta. Inshallah që vazhdojnë qështu. Unë e kisha propozu Gjimit në naj lëshuni kong, faleminderit